Droga, krimi. Ky është regjimi me hundbar. 600 polic kanë marrë pjesë. Janë mbastis 24 lokacion. Trafikim ndërkombëtar. Subjekti i hetimit ka qenë ky shemi i vetëvendosjes. Lëvizja vendosje Shemsiu nuk e përjashtoi. Ja mur policia. Operacioni ka qenë krejtësisht i fshet. Ishte me Xhelas Feslen, me Arben Vitin, ishte me Albulin Agjiun, ishte me Albin Kurtin, ishte me gjithë. Kur ka kërku dikush me taku zotin Kurti, ai ka marrë informata kush po do me taku dhe pse. Këto fotografi dhe që kjo afërsi e këtij personi kjo e bën person të rëndësishëm. I aktivist i shquar sepse ky ka mri me najt me kryeministrin për përdorim të drogës në zyrat e vetëvendosjes. Trafikon një substancë ekstazi që prodhohet në Serbi, ka qenë dënuar në Maqedoni për trafikim droge. Prokuroria speciale ka pas tepër kujdes në këtë operacion, sa mos me marrë vesh Ministri i Punëve të Brendshme. Mik, shumë i afërt me njërin vëlla të Xhelas Fesles, që nuk than asnjë fjalë Ministri i Punëve të Brendshme, nuk e përshëndeti operacionin, e as kryeministri. Në komunikime ka qenë me njerëz të vetëvendosjes, në Sky ECS dhe e Kroqat. A ka financu këtë lëvizje vendosje ose jo? Si raste është shumë e rëndësishme me pas deklarimet qarta të qeverisë. Llojin më të keq të mundshëm, heroin. Nëse Kosova hiqet nga një parti e cila brenda vetës bën trafikant ndërkombëtar droge, me dal me i kallëzu qytetarët Kosovës, çka janë çato fotografi? Pra, një gjyqtare babën trafikant droge. Domethënë ti mund të kon hajn, por nëse jemi neve në rregull. Ti mund të kon dilleri drogës nëse jemi neve në rregull. Kush mendon se dorëzohet i pari si masteje? Kemi leju Albin Kurtit me uzurpu institucion. Pra ka uzurpu qeverin. Kur Albin Kurti kam janis më undi në siklet me pozitën cilën është. Pse është Albin Kurti i veçantë si njëri në Kosovë? Se nuk është. Lumiri del piknate atje, sepse po flasim për miliona interesa aty. Çfarë opozite është kjo kur shteti është peng? Ti mundet më të pëlqy vetja për një kohë. Mundet më të pëlqy edhe çka po realizon për një kohë. Por ti humb kredibilitetin. Droga, krimi. Është një deklarate e Edi Ramës në Shqipëri e cila u bë mims gjithandej dhe u përdor edhe në këngë të ndryshme. Droga, krimi, kjo javë ka qenë kështu visar në Kosovë, përveç zhvillimeve tjera politike. Po kjo që ka ndodhi me drogë dhe krim, po i kalon për masat e krimit të zakonshëm, krimit ordiner. Neve po na del që njerëz të paktën njëri prej tyre që konsiderohet udhëheci një grupi prej 22 të arrestuar rrish tash, që është shumë i afërt me lëvizjen vetëvendosje. Nga të gjeturat tona të deri tashme del se është mik shumë i afërt me njërin vëlla të Xhelas Fesles, pra është fjala për Gjevdetin, i cili shoqërohet gjithandej, por përveç kësaj ky zotriu i arrestuar kishte komunikim, kishte takime me deputetin Albin Kurti, kryeministrin e deri tashëm, me ministrin e Punëve të Brendshme. Me të gjithë këta njerëz të strukturave dhe në fund të pranoi edhe vetëvendosje që është njëri prej tyre dhe thanë përjashtuam. Si masteje, a kanë qenë dieni këta për veprimtarinë e këtij zotriut, apo a do duhet të ishin në dieni për veprimtarinë e tij? Po tash siç e përmend edhe ti, domethënë ky person po duket që nuk ka afërsi me lëvizjen vetëvendosje vetëm, po ka afërsi me njerëz më të rëndësishëm të lëvizjes vetëvendosje. Duhet me bëu këtë dallim, nuk është veç thjesht që e njeh një aktivist atje, po i njeh ka njerëz kryesor. Nga fotot që i kemi pa që janë publikuar, ka mundësi me pas edhe shumë tjera, po nga ato që i kemi pa, domethënë Ministri i Punëve të Brendshme, ka më shumë se një rast kur është taku me këtë person, ka nejtë për bashkë taku të ativën, si që përmendë prallë të paska dhe vllahun e tij, shok ngushtë që është e pamundur mos me e njoftë. Tash nëse për shembull ti e ke një person me cilin rrin më shumë se një herë, ti personalisht pak pas as lidhje me parti as me kurrë hiç. A e merr vesh çka bën çaj njëri për me jetu? Se nëse cili për neve dim për njëri tjetrin çka bën. Se të rrinë ato e vetë çka bën, me çfarë merresh kështu me radhë. Kështu që për mendimin tim në këtë rrafsh është e pamundur mos me e ditë. E dyta unë e di që ndërvizjen e vendosje përpara ka pas një mënyrë ose një tendencë për me i vlerësu për shembull njerëzit.
kush janë prej nga vinë, që ka bojnë, me që ka Një lloj mërën. komisioni verifikus. Se kësha qyri komision, nuk ka qenë infrastrukturë organizuar, po ka qenë vazhdimisht njëra prej temave. Dhe më thonë, për shembull, kur Afrike dikush lëvizjen e dosit e ke marrë, na pak e mëshin vesh kush është, prej nga vjen, me ka qenë, që ka bojnë, që me di. Dhe në këtë drejtë nuk e di e aplikojmë këta lëvizjeve vendosje, po atëherë ka qenë. Tash, natyrisht e pranoj faktin që kur është partia më e madhe, nuk mund është i për të gjithë me ditë. Mirë po pastaj kur je ministër i brendshëm, a nuk do të duhet me pas informata për këto krime që ndodhin në Kosovë? S'pako me pas një kujdes pak më të madh? Se po flasim për ministrin e brendshëm, për ministrin i cili e drejton policinë nga pozita politike. Dhe më thonë, nëse unë për shembull rri me dikon muj edhe mos me ditë me çka merret, po nëse unë jam ministër i brendshëm, është pak problem mos me ditë. Edhe në këtë drejtim konsideroj që këtu pesha që ka një shkujdesje këgja të madhe në afërsinë dhe miqësinë me personat nga pozicioni i pushtetit, i cili ose është naivitet, e unë e di që këta nuk janë naiv, veçanërisht jo për këtë gjë, ose mund të jetë diçka tjetër. Tash çka tjetër, mendoj që ministri i brendshëm e ka për obligim me dalë me i kallëzu qytetarët Kosovës, çka janë çato fotografi, çfarë njohuri ka pas me personin, i cili tashmë është i arrestuar për trafikim droge. Kjo në punë nuk mund me kalu veç hajt, po e kish një fotografi. Pra po them, po flasim për ministrin e brendshëm. Nuk jemi të folë për njërin prej deputetëve, që kishte me qenë tjetër gjë pastaj. Në anën tjetër unë mendoj që pse për shembull në lëvizjen vetëvendosje mund të ndodhë si gjëra tash. Ka një periudhë të lëvizjes vetëvendosje, një moment lëvizjes vetëvendosje, në të cilën lëvizja vetëvendosje e ka ndryshuar strategjinë organizative. Pra prej një subjekti politik i cili në farë mënyrë do i kemi anjoft edhe dojt ka i ka personi, do i kemi anjoft edhe çfarë ideologjie i përket, do i kemi anjoft me 100.000 pyetje çka mendon ti për to, çka mendon ti për to, te një subjekt në të cilin është bërë rëndësishme veç me fitu, pavarësisht qysh. Ka një fjali që hala e kujtoj të Albin Kurtit, në kohën sa kemi qenë bashkë, po në periudhën kur tashmë ishim duke u ndarë, ku thotë që në fakt kem nevojë për më shumë aktivistë edhe antarë edhe votues. Edhe thot me fjalë nuk ka lidhje çfarë cilësie janë, sepse bërllogu o bërllog, mirë po me bërllog mundesh me prodhu energji nëse e djeg. Dhe tash që kjo logjik organizative ty të shtyn me marrë në lëvizjen vetëvendosje çdo që mundet më të siguru 5, 10, 15, 100 vota. Pavarësisht çka bën, pavarësisht prej nga vjen. Në anglisht e thonë catch all part. Ti tash e sheh për shembull grupin parlamentar të lëvizjes vetëvendosje të kalumin, që ke pas tona ideologji të mundshme mbrana, apo i kemi pona, prej konservative religios, të komunistët bolshevik, të socialdemokratët, të liberal, të neoliberal, të rrugovista, të UÇK, të tonat. Dhe në anën tjetër, kur po përkthehet kjo në organizat, unë mendoj që këto janë njëri prej rezultateve të kësaj logjike. E pse unë mendoj ndryshe, Visar, pse unë kam një dyshim në base dhe të bazuar se kanë qenë në dieni, se mund të ketë qenë kontribus edhe financiar për lëvizjen vetëvendosje, për ardhjen e tyre në pushtet, dhe mund të kenë qenë në dieni edhe për veprimtarinë e tyre. Dokumentet, fillimisht, kanë ardhur prej 2022 prej Interpolit edhe prej Holandës, Belgjikës. Për veprimtarinë e këtyre njerëzve përfshir mikun e vllaut të Xhelal Sfesles. Dhe tash, mbase kam pas informacion se kush janë këta njerëz të përfshirë, sepse hetimi ka nisë qysh atëherë. Dhe ky hetim është zhvillu. Ata mërmenjet që kanë mujt me qenë kaq sekret ky hetim, për kaq kohë që mos më mujt me marrë vesh Xhelal Sfesla, po flas për periudhën hetimore, se për operacionin është tjetër. Operacioni ka qenë krejtësisht i fshet për arrestimin e tyre. Pikërisht për shkak të frikës se mund ndërhyjë ministri i punëve të brendshme. Paçka tash do të flas për këtë. Pse unë mendoj se kanë qenë në dieni. Absolutisht nuk e sepse po ndërprej, ta marr si shembull, mund të jetë një aktivist tepër i devotshëm, që e don lëvizjen vetëvendosje, që e don bashkimin kombëtar, që e don ideologjinë e lëvizjeve vetëvendosje, por nuk mund të ketë qasje në karrigën e Albin Kurtit, në cilën i pret ai edhe ata kur antarësohen. Pra ky ishte gjithku. Ky ishte edhe me njerëz të Shqipërisë,
Bojkenin, atë ideolog të atje që konsiderohen, ishte me Xheles Feslen, me Arben Vitin, ishte me Albulin Aziun, ishte me Albin Kurtin, ishte me të gjithë. Pa e pas një lidhje, pa e pas një interes, që i lidh diçka nuk kish mujt me qenë kaq i përfshirë. Absolutisht. Dhe kjo është shqetësuese si mas meje. Domethënë në Se situata nuk than asnjë fjalë ministri i punëve të brendshme. Nuk e përshëndeti operacionin. E as kryeministri, as kërkush. në situata të tilla unë e di që ka ndodhur përpara, besoj që kjo është e njëjta, tash është hala më e shtuar, se përpara edhe kur ka qenë për shembull vetëm kryetar zoti Kurti, kur ka kërkuar dikush me taku zotin Kurti, ai ka marrë informata kush po të me taku dhe pse. Paraprakisht, para takimit. E tash nga pozicioni i kryeministit unë mendoj që kjo veç është shtu, nuk është hek, si më thonë si mas parandalues ose mas sigurie ta quaj kështu. Po tash e kanë edhe AKI ndor. Ky është person, domethënë zoti Kurti, edhe zoti Sveqla, po më shumë zoti Kurti është person i cili jep jashtëzakonisht shumë rëndësi këtyre gjërave. Me kom po fotografohet, që mos më dal keq. Projeti. Domethënë që to fotografi dhe që kjo afërsi e këtij personi kjo e bën person të rëndësishëm në lëvizjen e vendosjes. Si dhe pse nuk e di. Unë nuk e përjashtoj as pak. Unë po them që jo vetëm nga pozicioni zyrtar, që ka ministri, ish ministri Sveqla, po edhe nga pozicioni i shoqënisë, është e pamundur mos me e ditë çka bën me një person që rrin gjatë, që të bie me naj gjatë. Kjo s'do të thotë që takohesh të përdit. Po është e pamundur mos me e ditë në një prej organizimeve televizive vendosje në Prishtinë, që ata persona çka bojnë aty. Se hajde që ky personi e kam shef me çka merret, po pajtona. Pa ata tjerë që e kanë më hall. Domethënë, a mundesh ti për shembull me em shef kur jeton brenda një rrethi njerëzve, profesionin tënd me çka merresh, absolutisht është e pamundur. Domethënë, dhe këtë drejtim unë konsideroj që këto e kanë ditë. Pse e kanë toleru, është çështje tjetër. Është çështje për të diskutuar. Prandaj unë po them që ky rast nuk mundet me u mbyll me faktin që për shembull i kemi kthyer databaza që thanë lëvizja e vendosje, e kemi përjashtuar suspenduar një personin kur të marrin vesh që është sakt çaj, e përjashtojmë lëvizjen e vendosje. Po të ka dalë pak. Domethënë ky po dal të jetë një grup jashtëzakonisht mirë i organizuar, edhe kogje suksesshëm i trafikimit të drogës, apo jo? Po. Ta nuk ishte ndërkombëtar, ta nuk ishte qenë palidhje. Domethënë unë që e mora vesh për raportimeve, ta kanë marrë drogën prej Iranit, prej vendeve tjera, edhe e kanë paketu në Kosovë, edhe e kanë shpërndarë në për Evropë. Kjo shihet që është ndërmarrje kogja e organizuar. Po. Grupi është i madh. Grupi është i madh. Gjë që ti nuk mundesh me e bë për një javë. Domethënë kjo shihet që është bërë për një kohë gjatë. Edhe besoj edhe procesi hetimor i policisë ka shkuar për një kohë gjatë, derisa kanë ardhur në këtë pikë. Dhe tash po del që ky pas ka qenë aktivist i shquar i lëvizjes së vendosjes. Që e përmendet i sakt, i aktivist i shquar sepse ky ka mri me najt me kryeministrin e lëvizjes së vendosjes, që po të garantoj ka deputet lëvizjes së vendosjes që s'muj me emërisë aty. Në grupin parlamentar lëvizjes së vendosjes ki njerëz të cilët nuk kanë mundësi me u taku me Albin Kurtin, përveç ndjerës grupit. Ky po. Tash si u bë për shkakun që lëvizja e vendosjes në pushtet po ka afërsi me kësi njerëz. Biznesmena, jo rezerva shtetërore atje, jo trafikant droge, jo energjia, jo të gjitha këto, si më thonë, marrëveshje të dyshimta. Sepse kur je në pushtet ti ki mundësi me ndiku që çto aktivitete kriminale ose të paleqshme me u zhvillu. Kur nuk je në pushtet është tjetër gjë. S'mundesh me. Se tani Visar, kur ndodhi thyrja e madhe në lëvizjen e vendosjes, ju nuk jeni përfshi, fatmirësisht në ato debate, diskutime. Ka pas akuza qaq të mëdha për përdorim të drogës në zyrat e vendosjes. Këta e kanë folë publikisht. Madje ka pas asi akuza për sulme seksuale, për ngacmime seksuale. Dhe këto u nxorën në sipërfaqe kur ndodhi kjo thyrja. Dhe Albin Kurti, në një moment të caktuar, nuk e di në cilin televizion në intervist, i fajsoj ata që kanë dalë. Pra u përpos të ahedh fajnë atyre që kanë dalë nga lëvizja e vendosjes, cilët, siç më kujtohet, ta kanë qenë disa që i kanë vështru kështu vajzat edhe gratë me një farë shikimi. Tani, aje paska ditë edhe ma heret. E paska ditë se çka po ndodh, e paska ditë për përdorim të substancave në ambientet e punës, e paska ditë edhe për këto fenomene. Dhe nuk u fol kur, nuk u diskutu kur.
ka vazhdu një bashkjetes me këtë lloj kriminaliteti që është zhvillu në këtë subjekt politik. Dhe unë mendoj se kjo është fryma e këtij subjekti i cila tashmë ka rri në pushtet. Pa çka unë tash po e quaj, si mas meje ky është regjimi me hund bardh. Nuk kam shpjegim tjetër përveç regjimi me hund bardh. Dhe nuk janë më rastet e izoluara. Besnik Mujeci, neve na doli që është një trafikant i drogës, substanca drogës, me sasin që uzu llogaritë sa nuk është zonaj. Që trafikon një substancë ekstazi që prodhohet në Serbi nëpërmjet veriut të Kosovës është dërgu në Shqipëri. Dhe ai është denu nga shkolla e parë në Shqipëri me 4 vjet e gjysmë burkim. Dhe në anën tjetër, ne kemi djalin e Axhës së Xhelal Sfesles, Flamurin, i cili ka qenë i dënuar në Maqedoni për trafikim droge. Djali i Axhës. Ky Flamur ka qenë inspektor i ndërtimit në komunën e Prishtinës kur Xhelali ka qenë drejtor. Në kohën e mandatin e parë të Shpend Ahmetit, kur ishte bashk, domethënë, funksiononin të gjithë bashk në komunën e Prishtinës. Pra këta njerëz po na dalin neve që kanë lidhje të ngushta me lëvizjen vetëvendosje. Besnik Mujeci u dërgua në stacionin e autobusëve. Dhe dihet sa ka qarkullim autobusësh nga Kosova, nga Prishtina në drejtim të Shqipërisë dhe ana sjelltas. Ai u dërgu pikërisht aty. Djali i Axhës kënej u zu në Maqedoni. Ky tash meki vllau i tij, i shoqëruar edhe me ministrin e punëve të brendshme. Pra, mendoj që po përjashtohet mosdia e regjimit me hund të bardh në drejtim të këtyre njerëzve. Unë mendoj që provat e deri tashme po na dhonë me besu, po na bojnë me besu se kanë qenë në DNI. Dhe pse unë mendoj se ka qenë në DNI këta? Dhe pse mendoj tash prokuroria speciale ka pas tepër kujdes në këtë operacion, sa mos me marrë vesh ministri i punëve të brendshme. Shumë interesant. Pse? Kur ka nisë operacioni, është nxjerrë urdhënesa për pastisje edhe arrestimin e tyre. 600 polic kanë marrë pjesë në operacion. Janë bastis 24 lokacione. Është kryer një hetim para prak, është kryer një operacion i jashtëzakonshëm. As polis nuk e kanë ditë çfarë operacioni do të shkojnë. Dhe pse ndodh kjo? Ta zom, kur kemi raportuar në paparaci për këtë operacion, lajmi i parë ka qenë te na, e konfirmoi prokuroria speciale, tha se operacioni po zhvillohet nga krimet kibernetike të Kosovës. Dhe këtë bën që mos me marrë vesh ministri i punëve të brendshme dhe mos me ndërhy në proces. Pra, dhe më vonë konfirmua që ka të bëjë me trafikim ndërkombëtar të drogës. Duke qenë se subjekti i hetimit ka qenë ky shemi i vetëvendosjes, prokuroria speciale, policia, grupi hetimor janë kujdesat shumë që sa regjimi me hund bardh mos me marrë vesh dhe mos me ndërhy në proces. Ta kanë ditë që është aktivist i vetëvendosjes. E kanë ditë që ka afërsi. Të gjitha provat e deri tashme që janë siguruar nga hetimi, del se ky në komunikime ka qenë me njerëz të vetëvendosjes. Ka qenë në komunikime me njerëz të vetëvendosjes. Dhe nga të dhënat që janë marrë në Sky SSC dhe Ekrochat, janë këto prova. Janë prova të verifikuara deri tash. Prandaj kam pas kujdes që mos me marrë vesh ata dhe të paktën mos me paralajmëru që me ik nga Kosova apo marrë atis, siç u arratis djali i tij. Po, tash do të thonë çfarë? Këtu një gjë që duhet me pas parasysh mendoj unë se secili shikues është që kur je në pozicionin e pushtetit, siç është për shembull Xhelal Sfesli. Natyrisht që Xhelal Sfesli e asnjë ministër tjetër nuk mundet me thonë mos e arrestoni qëtë person të cilën e keni në zonë me prova. Nuk është, dhe më thonë, grupet kriminale, trafikante drogës, çka do qofshin ata, nuk presin nga miqtë e tyre në pushtet me e ndalu arrestimin.
ata që kanë nevojë dhe që ka ju mjafton edhe ju ndihmon shumë është me informu. Për shembull, është ka bëhet që kjo për ty. Po. Kaq mjafton. A din sa mundet me pështu një kriminal që ke informat, paraprakisht. Kështu që në qëtë drejtim, komunikimet të tilla, jo vetëm në këtë rast, në raste tjera, janë të mundshme me u bo. Edhe besoj që janë bo. Duke pas parasysh që ta përsipër që në përfletik komunikimet e rregullta të vazhdueshme, madje edhe takimet. Kështu që në këtë drejtim, unë tash nuk e di, mujna me spekuluna a e ka financu këtë lëvizje vendosje ose jo. Që se përjashtaj. Për mu problem jashtëzakonisht i madh është për një parti politike cila gjë qoftë ajo, veçanërisht vetëvendosin, që mban njerëz të tillë brenda vetit duke e ditë që janë trafikant droge edhe nuk e bën këtë problem. Derisa të nxinet. Kur të nxinet, pastaj thonë ja tash po përjashtojmë. Domethënë se lëvizja vetëvendosi u sill ke sikur nuk e ka ditë. Xhelali nuk foli. Xhelali nuk foli, Albini me sa e kompani nuk ka folë për këtë punë. Të paktën derisa po incizohet ky emision. Sakt. Dhe tjetra është që ky pas ka qenë domethënë siç e përmendë edhe trafikim ndërkombëtar i drogës. Në kësi raste, Ndërkombëtar është. Në kësi raste është shumë e rëndësishme me pas deklarime të qarta të qeverisë, që mos më u vendos njolla Kosovës. Po. Apo se ky është grupi i Kosovës. Po. Tash natyrisht që secilin shtet ku këta e kanë shit drogën ka me pas kërkesa për Kosovës apo jo? Po. Se këto janë çështje jashtëzakonisht ndihshme. Po. Dhe tash nëse ti e ki për shembull në këtë rast, një ministër i cili për një billboard në Mitrovici shkruan transtatuse. E për një grup të organizuar të drogës nuk flet. Ndërkombëtar. Sepse droga vjen nga Irani në Turqi, nga Turqia vjen në Kosovë, përzihet, paketohet, shpërndahet nëpër Evropë. Një pjesë mbetet këtu dhe po flasim për llojin më të keq të mundshëm, heroin. Heroin, po flasim për helmim të vdekjeprurës. Domethënë njerëz vdesin me heroinës. Ka shumë raste. Po. Edhe shërimi nga heroina është jashtëzakonisht i vështirë. Pakrahasimisht me këtë të tjera, po shumë raste është fatal, domethënë. Kështu që në këtë drejtim po konsideroj që ky mund t'i bëhet Kosovës problem shumë më i madh se sa për cilën po flasim na sot me informata që i kemi. Dhe në këtë drejtim konsideroj që qeveria e Kosovës, ose ata që kanë qenë në detyrë në qeverinë e Kosovës, si ministri edhe kryeministri, duhet me dalë dhe me deklaru për këtë punë. Domethënë, nëse Kosova udhëhiqet nga një parti e cila brenda vetes bën trafikant ndërkombëtar droge, çysh ka më na kthyer nga jashtë? Çfarë shteti do komna? Dikujt as edhe ashtu. Gjitha informatat i ka Evropa, si kanë nxjerr Franca, i kanë nxjerr Belgjika dhe janë në Europol dhe Interpol. Ky hetim po duket që ka nis atje më Jo, nga atje ka ardhur. Është bardh. Nga atje ka ardhur. Paska dy prej këtyre të arrestuarve kanë qenë edhe të dënuar në 2012 me nga 7 vjet burg, 5 vjet i kanë marrë dhe njëri prej tyre është babai një gjyqtarje e cila është dekretu vitin e kaluar nga presidentja Vjosa Osmani. Pra, një gjyqtare, babën trafikant droge, i arrestuam prap tash, i ka kalu të gjitha filtrat e këshillit gjyqësor dhe është dekretu nga presidentja, sot është gjyqtare. Nuk po e fajsoj vajzën, absolutisht gjyqtaren. Por, për me qenë pjesë e sistemi drejtësisë, duhet me qenë i pastër si loti. Pse po na depërtojnë? Dhe si ka mundësi që Vjosa Osmani, e cila refuzoi dekretimin e kryeprokurorit Bleri Misufaj, vetëm pse Albin Kurti e urdhëroi ta bënte një gjë të tillë, po e dekreton pas një hezitim, pa verifikim, pa kur gjë, një gjyqtare tash. Mos janë edhe këto të gjitha pjesë e një plani të këtij pushteti që me pas njerëz të vet në sistem të drejtësisë, me largu ata që nuk i kontrollon, pastaj me pas, ndoshta edhe kontrollin mbi trafiqe, mbi kriminalitet, mbi gjithçka. Problemi më i madh kur përdoret ky parim që shumë peshoj që përdor vendosja në shumë raste. Domethënë pavarësisht a është për gjyqësor, a është për ndërmarrje, a është për çka do. E rëndësishme është a jem i joni dhe me neve, e jo çka bën ti. Domethënë ti mund të kon hajn, por nëse jemi neve jemi në rregull. Ti mund të kon dilleri drogës, nëse jemi neve jemi në rregull. Ti mund të kon tradhtar, nëse jemi neve jemi në rregull. Edhe që kjo pastaj kur fillon, kur e kiti pushtetin që me vendos që si njerëz në për pozita të rëndësishme. Ti pastaj ti jeka e krijon hapësirën që kriminaliteti këtu më rrit. Pak shka që mund të mos jetë qëllimi yt primar.
Po efekti është çaj. Efekti është shumë i dëmshëm. Në anën tjetër, që është shumë interesant, për shembull, unë e pash ka reagime edhe nga përfaqësues tjerë të lëvizjes vendosje. Pra e pash reagimin e zotit Armen Muja, deputetit, i cili u quajti dhe akuzonte PDK-n për konferencë për shtyp që kishin marrë zoti Qalaj edhe Besa atje. Domethënë dhe tash nëse pas ka një organizim brenda lëvizjes vendosje që më nis me mbrojt këtë rast. Këtu po të problemi hala më i madh. Atë sigurosh një farë fatkeqësie, një farë aksidenti që ka ndodhur partitë thoshë që të njerëz dhe kryen me këtë punë, ti nuk qosh me mbrojt personin. Tash po them që ajo ke mbrojtje e personit, mirë po indirekt. Indirekt ajo po thonë është që jo mos të merrem me personin, hajt merrem me ju. Pse po do më zhvendos vëmendjen, zoti Muja? Pse po do më zhvendos vëmendjen e opinionit publik kur flasim për këtë rast, më thonë ja ka dalë pak, hajde të shohim PDK-n. Për çka? Pse po do më ik diskutimit për çita? Se kjo është e rëndësishme. Domethënë që ka bëu policia e Kosovës është për të mirën e Kosovës dhe i përgëzojmë pse po do më shmangu vëmendjen. Se këto gjëra nuk bëhen pa hire, nuk është quar me Muja, as kushdo tjetër. Kryen vetëm e thonë hajde të bëjnë një reagim për çita. Ka pas një diskutim brenda. Ka pas një diskutim brenda. Ai tekst ju kanë nështru filtrave. Absolutisht. Është pajtu kolegjiumi. Me do pyetje, me do kështu. Hajde tash, atë domethënë ti e gazetarë dhe natyrisht që ki aftësi shumë atë mëse unë për komunikimin publik. Komunikimin publik është që kjo të ndodhë një problem, të këqyrë me zhvendos vëmendjen diku tjetër. Hajde të flasim për çit problem. Jo më ka dalë pak që kjo problemi. Tu ka arrestu njëri aktivist i vetëvendosjes, i ofert me ministrin e rendit për trafikin droge. Që kjo është çështja. Nuk po akuzojnë në ministrin për kurrë, po them hajde po flasim për çet punë. Mos mash vendos diskutimin diku tjetër se s'është rëndësishme tash. Akuzohesh lirë. Unë s'po dua akuzoj, domethënë unë akuzoj lirisht. Pse? Këta e kanë emëruar një shef policie të tyre dhe kanë emëruar një shef të agjencisë së inteligjencës të tyre. Dhe nëse zoti Kurti do të ishte i pastër, i pafajshëm në këtë proces, do duhet të kërkon të llogari nga shefi AKI-s, pse ai nuk e ka informu se një trafikant droge po sillet në partinë e tyne. Kjo është esenca. Zotëri me thirrën takim. A ke pas informacion që ky trafikant droge po sillet rreth meje, e kam taku, është shoqëruar me ministrin e punëve të brendshme, me vllajën e tij. Po, okay, pse s'më ke informu? Jo se kom ditë, je i paaftë për këtë punë. Dush të shku në shtëpi. Saktë. Pa ai nuk e bën as njërin as tjetrën. Saktë. Prandaj e mon edhe shefin e AKI-s dhe dalin e mbrojnë edhe trafikantin e drogës, sepse bashkë janë, se fakte tjera po tregojnë se këta njerëz kanë afërsi, kanë lidhshmëri me dilerë të ndryshëm, dilerë të energjisë, dilerë të drogës, të trafiqeve, ku dion çka mundet me dalë ndërkohë, ku dim na çka mundet me dalë për biseda tjera, se dikun 400 përdorues nga Kosova kanë qenë të dy aplikacioneve, Sky SS dhe ECROChat. 400. Dhe këto 400 llogari dika lidhen rreth pushtetit. Po pastaj po, plotësisht jam dakord me këtë përgjegjësinë institucionale për cilën po flet, se kryeministri Kurti dhe ose ministri Sfeqla, ministri Sfeqla është dashur me ndërmarr. Duhet me rujt në momentin është i pastër. Në momentin që ka dalë fotografia është. Se kjo fotografi nuk është dalë dje. Fotografia mamati, tash është rikthyer për shkak të arrestimit. Natyrisht. Por çfarë fotografie kampanja është apo? Po. Tash hajde t'ja shtojmë edhe këtë dimensionin tjetër. Për shembull, a ka mundësi ti më kon trafikanti drogës i dyshuar gjithnjë, se procesi s'ka përfunduar. Me pas një grup kaq mirë të organizuar, kaq madh, edhe kur kush heq mos më ditë me çka merresh. Që person se ka di Sfeqla. Kur kush heq në rrethin e qiti personit, që shkohem, se pas ka mundësi, po, Shemsiu mos më ditë kur kush heq, dikush e ka ditë. Në momentin që ka dalë çaja fotografi, qoftë me Kurtin, qoftë me Sfeqlën, a ka mundësi që kërkush mos më të njoftu me thonë Xhelal dhe ose Albin, kujdes për qiti personin se kë merret me qita. Po. Unë mendoj që si informata kanë ardhur. Pse nuk e përjashtojsh atëherë? Momenti që ke marrë, që se pas ke ditë. Po. Je taku me ta nuk e ke ditë. Ka ardhur një informatë që ruaj për ditë se kjo merret me qita. Pse nuk e përjashtojsh atëherë?
Do më thonë, qëre, lëvizja e vendosje Shemsiu nuk e përjashtoj. Ja mur policia. Ja arrestu. Po, e morën ata. Do me thonë, ata ja hoqen. Pra. Edhe prokuroria është fajtore, pse ja hoqen trafikantin. Visar, jemi në këtë ngërçin e madhë politik që ma nuk po dihet se çka po ndodh. Dhe tash kemi mri në një situatë kur me diskutu kush dorëzohet. Ma nuk ka diskutim si me thonë, po dalin për këti ngërçi, po krijojnë institucionet. Po kush reziston ma shumë, apo kush dorëzohet i pari? Kush mendon se dorëzohet i pari si mas teje? Po, shetash, unë mendoj që këto partit që kanë qenë në opozitë, mendoj që kanë shpenzu një kohë jashtëzakonisht të gjatë dhe shumë të rëndësishme, të vlefshme për me nisë një proces politik të cilin nuk e kanë nisë. Për çfarë do arsye qoftë ajo, nuk po futem tash me ridiskutuar një herë arsyet, po mendoj që kjo ka qenë jashtëzakonisht e dëmshme për Kosovën. Sepse na kemi qenë për një kohë gjatë në një periudhë, jemi fatkeqësisht edhe sot, në të cilin ja kemi leju Albin Kurtit me uzurpu institucionet. Pra e ka uzurpu qeverinë jashtëligjshëm, e ka uzurpu kuvendin përmes bllokadës, edhe praktikisht kjo e ka sot shtetin kontroll pa kurfar pengese. Dhe pa legitimitet. Pa legitimitet. Po, do me thonë, krejt e thonë, se cili krejt partit politike e thonë që ti nuk ki legitimitet me në nxyrë. Po, fatkeqësia që kërkush s'po bën kurrë. Dhe në që drejtim, unë mendoj që për me e diskutu pyetjen kush dorëzohet i pari, duhet edhe me e pa kujt na i konvenon më shumë që kjo situatë. Unë që shoh që kjo situatë konvenon më shumë Kurtit. Apo? Po. Sa i realisht edhe pa aktron si kryeministër, bili ai edhe është krekosët, që është në Kosova sot ka veç qeveri edhe ushtri, s'ka kuvend, dhe tipi dohet mirë kjo. E dëgjove që ka thënë para 2 ditë. Thanë jam në rregull, kemi qeveri, kuvendi tha nëse do. Absolutisht këtë resursë të shtetit kam dorë, dashni në konstitucion konstitucionit, unë ju pengoj sa të mëj. Dhe mendoj që një proces politik, jashtë kësaj, jashtë kontrollit të Albin Kurtit, kishte me qenë zgjidhja. Çfarë është procesi politik? Me pas takime të rregullta, diskutime për çu shpia boj, koordinim deri në themelimin e qeverisë. Që ka qenë gjithë, se më thonë, unë që e kom pa rruga e vetë me dalë se për kësaj situate, dhe mendoj edhe sot që është, po përshë që nuk ka vullnet të partit politike. Tash, në anën tjetër, na jemi duke ju afru me shpejtësi zgjedhjeve lokale. Edhe zgjedhjet lokale, mendoj unë, mujnë më na u dëmtu fort nëse ideja vetë vendosës që për para. Për me i bo bashkë me zgjedhjet e përgjithshme. Pse i mora qëto spjegime pak ma gjatë? Sepse përdu me spjegu që ka lloj dorëzimesh në këtë situatë. Një dorëzim është për shembull mi ja pranu qytetave vendos me thonë hajde po shkojmë në zgjedhje bashkë. Po. Që i konvenon vetëm mi ja plotsu që ata që pa e kërkan vetëvendosja. Një dorëzim tjetër a me thonë po hajde pe bojmë një qeveri me vetëvendosje, sepse mos mundohet që vetëvendosja pa do një gjatë tillë. Jo më ka qeverinë. Ka qeverinë. Një dorëzim tjetër a me thonë mirë pra hajde se u bë gatë që pa ta votojmë Albulina aq. Edhe mendoj që çdo partitë opozitare duhet me insistu që përgjegjësia është e vetëvendosjes siç është për themelimin e institucioneve dhe kërkesat tona, qëndrimet tona janë legjitime dhe çështu parima, se po do më ne çështu hajde parimsht. Sepse mendoj që ka më ardhur një moment kur Albin Kurti kam janis më undi në ciklet me pozitën që cilën është. Siç edhe kemi pa kanë njerëz që në ciklet. Se ka rëndësi që ka po ndodh, po ka rëndësi edhe çështja e interpreton situatën. Tash fatkeqësia në këtë vend për një kohë gjatë është që interpretimin më të zëshëm për secilën situatë ka bërë lëvizja vendosi. Patë spat drejt. Edhe kjo është moti, nuk është veç tash. Domethënë, çështja ka interpretuar një situatë të caktuar lëvizja vendosi, është bërë interpretimi i përgjithshëm. Pse është bërë? Sepse interpretime tjera kanë qenë sporadike, herë dopta, herë s'kanë ekzistuar hiç. E kur ekziston, hiç të ekive një. Duhet jashtëzakonisht shumë mu angazhu krejt aktorët që e kundërshtojnë këtë politikë të Kurtit, e që mu po më duket fatmirësisht janë të urrit, për me tregu që është në fakt që kjo sjellje e papërgjithshme e Kurtit, pavarësisht që ati mund t'i konvenoj personalisht, po e shkatron Kosovën. Dhe që përgjegjësia është e tij. Për me vendos, domethënë, Kurtin në çat pozitën e pafavorshme. Për shembull, pse duhet mu leju me kaq lehtësi ai me hyrë dhe me dalë mbi ndërtesave të qeverisë. Pse për shembull na e kemi pas një situatë
për një kohë gjatë Kosovë, në të cilin na, si vetë vendosë atërë, kemi pas drejt me protestu për çka dëshim të ishim. Mire keq. E sot një farë mënyre, edhe me i thonë, për shembull, me përdor një fotografi të Kurtit dhe me thonë qëre kjo që shpëdohë si migrant, qonë edhe gjumë, pësi ju shpithu t'i këti. Pse është Albin Kurti i veçantë si njeri në Kosovë? Se nuk është. Për shkak të asaj që ka krijuar vetë, rreth vetës. Po veç të mjathë. Po, ka ma shumë vota, dakord. Kush me ty? E tash, kush me ty? I kemi dy lider të dy subjekteve politike, PDK-s dhe LDK-s, që janë të kënaqur me vetveten e para. Aty në ju pëlqen vetja. Ata janë të e dashur vetveten edhe në këtë situatë kaotike, e të rrezikshme për vendin. Lumiri del piknate atje, 300 metra asfalt në nënkalim në Kurriz, krenohet që po shtrohen, që 2 vjet ja ka nisë hundërisë. 300 metra asfalt, që çka po bojmë na, namin e bone. Ta kam lu shehrin Bërlogu. E ki Memlin njëjtën kohë që nuk e din çka është të dashtë. Dhe unë mendoj se të dytë janë në interesa të ndryshme, të tërtharta me Albin Kurtin. Unë mendoj, shto, se Albin Kurti është shumë e thjesht, ai sot me dasht, ai është tu i kestrajtu këta, sot me dasht i merë në pushtet, vetëm me interesa. Letja voton Lumir Abdixhikut, për zhëkën, komunës Prishtinës, planin zhvillimor, unë të garantoj që jenë. Sepse po flasim për miliona interesa aty, të cilat ndahen pastaj. 75 hektar hapësire të gjelbërt me këtë plan kthehet në ndërtim të lartë. Tu po flasim për miliona. Tani ata mund të thonë se jo nuk himna, ne nuk jemi budall, po i shohim interesat. Njëjtën kohë, Memli Krasni, grupit këtyne, let ja u plotsojnë do interesa energjetike të zonë. Rahatohen krejt. Dhe Albin Kurti po i nje këta. Po i nje të qaq mirë, sa që nëpërmjet interesave i kontrollon dhe të njëjtën kohë ta mon shtetin peng. Çfarë opozite është kjo kur shteti është peng, ku vendi është peng, qeveria është uzurpume. Dhe këta ju mjafton me llafe. Politika nuk është llaf, është aktivizëm. Veprim është. Veprim, duhet me shumë nxjerr prej aty. A del dikush që e mbron shtetin e Kosovës, Republikën e Kosovës prej uzurpimit. Po shihet që nuk del. Unë këto vazhdimisht e kam thonë në publik, pavarësisht kush është akteri për cilin po flet. Një gjë duhet me pas parasysh, në politik, në angazhimin politik, kur ti përdorsh fjalët e mëdha, duhet me pas veprat në përputhje me fjalët, ndryshe e humb kredibilitet. Ti mundet më të pëlqyj vetja për një kohë, mundet më të pëlqyj edhe çka po realizon për një kohë, por ti humb kredibilitetin. Na kemi për shembull një qeveri, në ikjen, në detyrë, në largim, që duhet thonë, e cila e ka humbur kredibilitetin edhe për shkak të çeti veprimi. Që të sjellje ta them kështu. Kur ka fol fjalë të mëdha, e veprimi si ka pas kërkahesh, në përputhje me fjalë. Për shembull, çështja e vlerëson një akuta dimë, terrorist ose një zgon kurrë. Ti bëhesh çesharak. Apo jo. Kur thu që ky njeri e ka uzurpu postin e kryeministrit, që e kanë thonë këtë partitë opozitare. Apo, s'po gaboj. Dhe tele. Edhe shkon shpejt. S'ka kuptim. Ja mos më thuj që e ka uzurpu, ja me pas të uzurpu që bë diçka. Tash ata vesin çka më bë. Mirë. Apo nisim që diskutojmë. Se ka pastaj këtu, ka mundësi. Veç përgjegjësia është sipas pushtetit që e ki, apo jo? Po. Në hierarkinë shoqërore në cilën jetojmë, në demokracinë parlamentare, më i madhi ka më shumë di përgjegjësi. I dyti pastaj ka proporcionalisht dhe i treti proporcionalisht. Nuk mundna me pas na përgjegjësinë unë e ti, si komentator politik, njëjtë sikur me qenë deputet për shembull, ose në strukturat partisë. S'moj. As jem zgjedhur as të mbrëm. As jem zgjedhur as të mbrëm, as na nuk e kemi kapacitetin me mobilizu njerëz. Unë më me dalë me thonë sot, hajde për bojnë një protestë që shë bojnë do të daljen vetë. Po s'dvje kërkosh. Kur e ki partinë strukturat e organizume, ti ki përgjithësi ma shumë, apo jo? Po. Sepse ki mundësi ma shumë. E tash, në që drejtim, unë e po të thëmë që, po, në base ka qenë e rëndësishme me dalë dhe me thonë Albin Kurti për bloko procesin, Albin Kurti për bloko procesin, dhe kjo është e vërtet.
Po tash unë mendoj që jemi në një fazë ku ma shumë kam janë nisë me ushtru pyetja mirë çka e të bëu ti, se për çito që e morën vesh. Edhe jo kur gjohën e përshkresh për, pra se nuk ka problem për ty. Okej, po pse po përmend? Se problemi është që gjërat të gjëra shkojnë tu normalizu pa vetëdijshëm. Për shembull që në rregull është ja kanë nisë adaptuar me situatë. Po në rregull është. Në fillim me kështu këtë seancë të na e peç ka bënë që të arstfol kush më. Jo. Për shembull, s'di se ta ka pas seancë, nëse ta ka pas kush se ka vrej. Apo normalizohet. Edhe s'ka gjë më të përshtatshme për një lider me tendenca autoritare, se sa mi anis mi u normalizu shkelje që i bën. Kur ti vjen në pikën kolektivisht, si popull, me thonë, po kjo qështu është. Po kjo qështu është, pra kjo mas nalet. Edhe këta du të me kuptu një gjë, mendoj se cili, këtë partit politike, këtë qytetarë të Republikës Kosovës, që boni dul fitimtar për qësaj përpjekja, Albin Kurti, ka me qenë fort problem me nalë. Në afat shkurti mund me përfitu, në afat gjatë edhe për partinë e juj ka me qenë problem. Nëse ky, si mas me, nëse kalon ky tashmë ndërton një themel fort të autoritarizmit. Absolutisht. Dhe tash vetëm shkon duke e konsolidu, dhe duke i kapë edhe institucione tjera një nga një. Dhe pastaj, Kosova shndrohet në një vend ku opozita vetëm ka interesa dhe kërkesa, dhe lideri autoritari au plotson këtë, si ndodh gjithandej, dhe përfundon këtu. Sakt. Ata përfitojnë interesat personale, biznesore, partijake, kjo udhëheqi pa pengum, autokracia mbi zotron, demokracia shkon drejt fundit. Për këtë nuk po janë këta, nuk e dia janë të ndërgjegjshëm se çka po ndodh. Nuk e di mas pari a e din si mundësi, a mbase në vlerësojnë, se mund të në vlerësojnë, po qëre, për shembull na kemi pa në Serbi që ndodh, kemi pa në Turqi, pa e Turqia vend më i madh. Në Serbi për shembull deri te protestat e studentëve që tash, që kthy pak në shpresë, njerëz të jenë kund, mëse të bindun edhe kundërshtar të fuqiqit. Që s'ka shpresë. Nuk mundesh me erdhzu. Na jem kundër ti, na nuk ledojmë, po nuk mundesh me erdhzu. Kështu që lek e këtë punë. Që po thuti opozita është adaptuar çast situatë, na i kërkesa aty ja ka plotësuar ne kam bashkëjetuar me ata. Njeriu mësohet me bashkëjetu edhe në një situatë jashtëzakonisht vështirë. Na kemi provuar vetë si popull. Ku kemi bashkëjetuar në situata çnjerëzore. Apo jo, jeton njerëz ka çfarë bëu. Dhe në këtë drejtim, po them që për shembull ne kam dëgjuar disa që thonë ja, këtu Kosovë s'mund të bëjë as sistemi autoritar se lojnë të hujt. I bëhet. Pse janë Serbi të hujt? Pse janë Turqi të hujt? Pse i kanë lënë që mi vende më bëu? Që zbot, jo, demokracia dhe zhvillimi është përgjësia jona, nuk është përgjësia të hujve. Ja kena me bo, na jas kam na e bo kërkosh. Në që ta nuk jem të kuptu. A ka rast ma të mirë se me e kuptu qëta që ka për ndodhë që tash. As të intervenim për asë një ambasade për këtë punë. Apo të një me bloku shtetë në juja që urnani. Kjo është e rreziku që kemi folë na, veç me të lonë. Qaq. Neve na kanë lonë. Absolutisht, pa shka dush. Edhe që tash, as po dim që me bo, as po mujnë kujtë. Prandaj mendoj që është situatë jashtëzakonisht e rëndësishme që ky teh autoritar, edhe tendenca autoritare mos thy. Sa sotrash hala, sa hala ka mundsi. Ka një tendencë edhe në opinion publik që pavarësisht këtyne për cilat folëm ne, që po e fajsojnë këto parti tjera ish opozitën pse nuk po e votojnë me zhblloku situatën. Dhe kërkush nuk po kërkon llogari, këta po flas për krahasit e tyne, për Albin Kurtit pse ai nuk krijon partneritet për me hec përpara. Dhe kjo është tu trash. Ky diskursi i Albin Kurtit është tu trash deri në atë pikë sa në zgjedhjet e ardhshme kur do të mbahen ato, siç po shihet, do të mbahen si vjet, të përgjithshme, me u fajsu parti tjera për situatën e bllokimit dhe pastaj me thonë që pse mu kanë dasht 500.000 vota, që mos me mrin këtë situatë kur na bllokon neve dikush. Dhe kjo është mundësia e artë e Albin Kurtit. Këta nuk janë të e ditur. Këta i shohin do sondazhe të rrejshme që dikush shkon ja u bën qefin me qëllim se gjoja ka ra Albin Kurti në sondazhe dhe është rrit PDK-ja. Ato janë mashtrim. Tjetër rezultat kemi me pas, dhe rezultati tjetër ka me qenë shumë i dëmshëm, mas pari për vendin, pastaj edhe për këto partit tjera. Po qërë, a nuk është për shembull që kjo kërkesa që e publikoj për herë parë dje lëvizjeve vendosje për mes Albanit Haxhiut. Hajde po shkojmë në zgjedhje bashkë me Gjokallit. Ky ka qenë dyshim i
shumë komentatorë për një kohë gjatë, që kjo tendenca, që kjo kërkesë, a nuk ta spjegon ty në mënyrë jashtëzakonisht të qartë pse është bllokuar kuvendi? Se pas ka ndosh me shkuqe të. Po. Apo, domethënë nëse ti po e realizon planin tënd, kjo pas ka ndodhur për shkak teje. Qartë ose? Absolutisht. Domethënë se nuk të kanë bllokuar këta të tjerë që më çu ty të planin yt. Ti e ke bllokuar. Këtë temë kishim lënë për javën tjetër, sepse vetëm kemi mri në fund të kohës sonë për këtë emision. Të falenderoj shumë Faleminderit. për Ishte kënaqësi. bashkëbisedim. Shihemi javën tjetër, miq.